Dita e verës, festa pagane e Elbasanasve nuk mund të kuptohet pa ëmbëlsirën tradicionale të ballakumes, e cila cilësohet si mbretëresha e tavolinës festive. Dita e verës, festa pagane e Elbasanase, nuk mund të kuptohet pa ëmbëlsirën tradicionale të ballakumes, e cila cilësohet si mbretëresha e tavolinës festive. Banorët, pasticëritë dhe furrat e bukës në Elbasan kanë ditën që përgatiten për festë, duke gatuar ballakume për t'i treguar në ditën e verës. Historikisht kjo festë ka prejardhje nga Qermenika, ku prej shumë vitesh është festuar me gosi tradicionale, ku përveç mishit të pjekur, në tavolinë nuk ka munguar as ballakumet. Pranvera Myrto, një pasticëre në një nga pasticëritë e qytetit, tregon se për të ruajtur shijen autentike të ballakumes, kërkohet një përgatitje e veçantë. Procesi fillon që nga përzierja e brumit, përzgjedhja e sasisë së saktë të sheqerit dhe gjalpit, e deri tek pjekja e kujdesshme, e cila jep ëmbëlsirës shijen karakteristike. Në ditën e verës, jo vetëm elbasanasit, por edhe tregtarët e qytetit e shesin ballakume në Tiranë dhe qytete të tjera. Ajo bëhet me gjalp bio, me vezë të freskëta, edhe një misri me sheqer, edhe gatuhet në embarkri. Kjo është gjëja më e bukur që ne bëjmë. Të parat që e shijojnë këtë ëmbëlsirë janë miq nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vizitorët nga mbar Shqipëria, të cilët vijnë për të festuar këtë ditë të veçantë në Elbasan.